Në Shqipëri, në një kohë kur krimi ende ngjallte frikë dhe disa zona mbeteshin të pasigurta, një histori filloi të qarkullonte midis qytetarëve dhe policisë. Një burr misterioz, i panjohur dhe i paarritshëm, i lidhur me disa krime të pazgjidhura në periferi të Tiranës, sidomos në zonën e Dajtit. Asnjë identitet i qartë, asnjë fotografi, asnjë dokument zyrtar. Vetëm dëshmi të pakta dhe fjalë që rrëfenin se pas çdo krimi, aty ku diçka e rëndë kishte ndodhur, ai shfaqej si një hije që vinte dhe zhdukej. Askush nuk e kishte parë të fliste, askush nuk e kishte kapur, dhe përsëri, emri i tij filloi të përmendej nga të gjithë si fantazma e Dajtit. Kjo nuk ishte një histori që mund ta shpjegonte logjika. Ajo ishte një legjendë që lindi nga frika, misteri dhe ngjarjet e pazgjidhura që lan pas gjak dhe heshtje. Ngjarjet që i atribuohen fantazmës filluan kur disa grabitje, atentate dhe zhdukje u regjistrua në zona të largëta të qytetit. Dëshmitarët, banorët dhe disa punonjës policie filluan të flisnin për një burr të gjatë, i fuqishëm, që lëvizte natën dhe zhdukej pa lëngjurmë. Në disa raste, një person i armatosur u pa në vendin e ngjarjes dhe përpara se policia të arrinte, ishte zhdukur me spyjeve dhe rrugëve të pashtruara. Në të gjitha këto episode, një element i përbashkët mbeti. Ai shfaqej aty ku ndodhnin krimet dhe pastaj zhdukej, duke i lënë hetuesit të hutuar dhe qytetarët të friksuar. Banorët rrëfenin se shpesh shihnin një burr që ecte natën, me veshje të errta, i heshtur, dhe dilte vetëm në afërsitë e ngjarjeve kriminale. Asnjëherë nuk u njoh fytyra e tij, as identiteti. Ky fakt e bëri figurën e tij të njohur si legjendë urbane, një person që nuk mund të ekzistonte, dhe megjithatë, lëvizte si hije midis krimeve të vërteta. Disa nga ngjarjet që lidhen me këtë figurë janë të njohura edhe sot për publikun që ndjek kronikat kriminale. Grabitet një bank në periferi, ku autori duket se veproi vetëm, me njohuri të hollësishme për sigurinë dhe terrenin. Dëshmitarët raportuan se i panjohuri u zhduk në drejtim të pyjeve pas përfundimit të grabitjes. Atentat ndaj dy personave në rrugën e Dajtit, ku të dy humbën jetën pa autor të identifikuar. Një dëshmitar tha se kishte parë një burr të gjatë, me veshje të errta, të largohej nga vendi i ngjarjes, por nuk mund ta ndalte. Zhdukja misterioze një ish polici, ku trupi nuk u gjet kurrë. Dosja nuk pati autor të kapur, por emri i fantazmës filloi të përmendej në raportet e brendshme. Në të gjitha këto ngjarje, figura mbetej e panjohur, dhe çdo përpjekje për ta identifikuar dështonte. Policia nuk mund të provonte asgjë konkrete, por emri i tij ishte gjithmonë aty si një shenjë paralajmëruese, një paralajmërim për frikën dhe fuqinë e misterit. Në këtë pikë, ekzistojnë disa teori për identitetin dhe qëllimet e fantazmës. Disa besojnë se ai ishte një ish ushtar ose ish polic, i trajnuar me forcat speciale, që vepronte i vetëm dhe përdorte njohuritë e tij për të kryer krime, duke shmangur hetimet. Të tjerë besojnë se fantazma e Dajtit nuk ka ekzistuar kurrë si një njeri real, por ishte një emër kod që përdorej nga grupet kriminale ose nga persona brenda sistemit për të manipuluar autorët e krimeve. Në këtë mënyrë, krimet e dhimbshme mbeteshin pa autor dhe frika mbetej.
Disa nga dëshmitarët që kanë jetuar pranë pyjeve të Dajtit thonë se e shihnin her pas here një burrë të gjatë që lëvizte natën, por kur afrohej, zhdukej. Kjo e ktheu në legjendë dhe shumë nuk din të bëjnë dallimin mes realitetit dhe imagjinatës së frikës. Në çdo rast, figura e tij ka bërë të qartë diçka. Në zonën e Dajtit, krimi shpesh mbetet i fshehur dhe disa mistere nuk zbulohen kurrë. Në fund, fantazma e Dajtit mbetet një nga legjendat më të errëta të Shqipërisë. Nuk ka dëshmi të qartë për ekzistencën e tij, por ngjarjet që lidhen me emrin e tij tregojnë se, edhe pse i panjohur, ndikimi i tij ishte real. Ai u bë simboli i errësirës dhe frikës, një figurë që lëvizte mes fakteve dhe imagjinatës. Për disa, ai ishte një njeri i vërtet që veproi në mënyrë të pabesueshme. Për të tjerët, ai ishte një mbulesë, një legjendë e krijuar nga njerëz të fuqishëm për të fshehur të vërtetën. Në një vend ku heshtja shpesh mbulon krimin dhe frika sundon mbi qytetarët, fantazma e Dajtit vazhdon të ekzistojë, jo si person, por si kujtesë, si emër që lidhet me çdo hije që lëviz në natën në pyjet dhe rrugët e Dajtit. Dhe pyetja që mbetet pa përgjigje është: kush ishte ai? Dhe ku është tani? Askush nuk e di, dhe ndoshta kjo është arsyeja pse historia vazhdon të jetojë. Në çdo rrëfim, çdo përshkrim dhe çdo frikë që mbetet pas natës së errët.